Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimet dhe lavdërimet e panumërta i takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa salatu dhe selamat ja dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik dhe megjithatë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, sot do të flasim mbi temën që Muhamedi alayhi salatu wasalam me gjunahçarët edhe me mëkatarët. Si pikë e parë që kisha dashur ta diskutojmë bashkë është që çdo njeri gabon. Është normale kur gabon njeri, edhe nuk duhet më azon shumë për të madhe njerit kur gabon, se Allah azza wa jalla ka lënë njerin që të gabojë vazhdimisht. Ama shokët e Muhamedit alayhi salatu wasalam maksimalisht i runin kufit e Allahut azza wa jalla. Për shembull, ato nuk janë mundu për shembull me bëu çdo ditë gjuna, po çdo ditë janë mundu mu largu prej gjunajt, edhe vazhdimisht ato janë largu prej gjunave. Për shembull, shumë pak raste janë që mund mi potencu, realisht ato kanë gabu, po shumë pak raste janë që kanë bëu gjuna të mëdha. Edhe në këtë rast kjo na tregon se shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam janë mundu me fitu shejtanin çdo ditë. E jo shejtani ato me fitu çdo ditë. Shumë ditë sotit, a fiton ne shejtanin çdo ditë, a shejtani neve na fiton çdo ditë. Do thonë është e kundërta, shejtani neve çdo ditë na fiton. Pi shejtanit. Po kush e shtrini shejtanin me gabu karshi Ademit alayhis salam? Kush e shtrini? Cili shejtani ishte atë? Ademi kur i tha se ti të ka kriju Allah prej zjarrit, mua më ka kriju prej zjarrit, ti ka kriju prej tokës. Unë jam më i fuqishëm se ti. Kush e shtrini shejtanin me gabu? Shejtani e shtrini me gabu vet ja vet. Shpesh herë gjunat e tua shtimi bo kush vetja jote. Nuk është shejtani fajtor. Ti janë gjithë dorën, do të thonë haramit, shejtani ta stimulon edhe çtim me bo haram. Për këtë arsye lip me pat qartë se jo çdo herë shejtani shtyt me bo gjuna. Shpesh herë ti është vetën tane. E dashur vëllezër besimtar, pikë e dytë e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam ishin që edhe ato kur gabojshin, për shembull gabojshin, u pendojshin më një herë. Ne gabojna e vazhdojna rrugën, e di vazhdo, jo mëse, do të thonë ka vakt. Ti e di se do të u pendua, ma ka vakt, edhe kështu e prolongon, do të thonë sa më shumë pendimin. Allah azza wa jall në një ajet për shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam vlen kjo. Thot, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahumur rasul lawajadullahu tawwabar rahima. Çka ajeti be kështu? Kur vishin ato gjunahçart, kur bëshin gjunah shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, vishin te pejgamberi alayhi salatu wasalam, që pejgamberi alayhi salatu wasalam me bë dua që Allah i këtyre më fal, do të thonë gjunat. Nuk shkojshin më lut pejgamberit o pejgamber neve na i bën gjunat, na i fal gjunat, se kjo është shirk. Ne nuk e shita kërkan ndërmjetësim në adhurim me Allahun azza wa jall. Po enta ishte që këto shkojshin te pejgamberi alayhi salam, kur i bëshin padrejti vetes me lut Allahun azza wa jall, pejgamberi alayhi salam për shokët e vet që më ofal gjunat. Edhe Allahu azza wa jall e gjishin çdo herë me shka, do të thonë me mëshirë dhe me rahmet. Muhamedi alayhi salam ishte i butë edhe i mirë me kanë me gjunahçart. Është interesant ky hadithi pejgamberit alayhi salam kur ka ardhur njëri dhe i ka thonë e keni dëgjuar këtë hadith? Shkoi një njerëz te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha: "Ja Rasulullah, a më jep lejet baj zina?" Si u duket hadith? Për shembull, me nun, pa e kallzuar hadithi komplet. Si u duket? Për shembull, më ardh mi thon dikush një hoxhës, "Ma jep një leje te zina", a rezil lëkin e dynjos e bojnë. Do të thonë, ti e bar rezil atë që ndoshta ai ka ardha ka kallzuar sinqert me ty, edhe ka dashur me ta bëni pyetje, ti, a ka leje as ka leje? Mos mendoni se këtë dynjaja e di çdo haram. Do të thonë, jo çdo normal, shkopi dinën e kush janë haramat. Mos ta zona për vetë, do të thonë, për më jashtë do njerëzi, për shembull ka njerëz që nuk e di, për shembull për çështën e zinës, çdo edhe shikimi i zina, do të thonë edhe shikimi i ban zina, edhe goja të ban zina, edhe veshi ban zina, nuk ka vetë zina që shëmëren ne. Në këtë rast i pejgamberit alayhi salam më jep lejet baj zina. Ato të pranish me xhamat ju thu, ka dalë. Ka dalë pejgamberi Allahut, çu shkush me apo këtë pyetje. Pejgamberi alayhi salam i tha, "Reni ju edhe afroja, festu." I tha, "Kishë po çef dikush me bë me nënën tonë zina." Edhe ki thotë jo. Thotë, "Po kërkush s'ka çef me bë me nënën e dikujt." Masane e vet pejgamberi alayhi salam. "A kishë po çef dikush me motrën tonë?" Vëma. Thotë, "Jo, thotë, s'kisha po çef." Thotë, "Po, edhe kërkush s'ka çef me motrën e dikujt." Thotë, "A kishë po çef dikush me çikën tonë?" Thotë, "Jo, thotë, po ajo është çika e dikujt." Masane vazhdon me tezën e me hallën tonë. Thotë, "Jo, po ajo është teza edhe halla e dikujt." Edhe në fund pejgamberi alayhi salam si tha, mos të tani këtë laf, po i tha, e bon një lutje ku tha, "O Allah, falja mëkatin, pastroja zemrën dhe ruja", do të thonë atë çeltërsinë, delirsinë. Çu shibe kjo hadith për shembull me kuptuar me logjikën tonë. Kur të vjen dikush ty, që ndoshta je pak më i dishëm për kafe, ja, mos u ban arrogant më një herë me kritikue, ti ide, po do me lujtë sen, mundo ju dikan kur bandeni haram me argumente logjike me bind. Për shembull, a diti me përdor argumente logjike karshi një dukurijës negative që me ndala dukuria, a di?
Për shembull, me thonë, që kjo është haram, pse jashtë argumentit sheriatik, me gjetë edhe një argument logjik se që kjo është haram. Për shembull, thonë alkooli është haram, apo me argument sheriatik është haram. Nëse është një argument logjik, pse është haram? Se bosh luësh, nuk di ka udha, ka serova, ka zibaba, një pash, do të thonë hiq shpajt djathtë, nuk e di cilla udhësh. Do të thonë, pse është haram me logjik? Shaku që ta humb logjikën. Do të thonë, argumente për çdo, për shembull zinaja, pse është haram? Pse Allah i ka thonë, po tjetër, a kishe pa çem dikush me familjarët e tu me boj? Jo. Për shembull, çdo haram e ka dhe argumentin logjik të vetin. Për këtë arsye, përdor në herë dhe me fëmijën tan, me familjarin tan, me dikant që bën harame, edhe argumente logjike për me prek. E Allahu Azza wa Jalla për shkak Muhamedit alayhi sallam duke thonë ti u solle butësisht me ata o Muhammed se sikur ti ishe i ashpër dhe i vrasht, ata do të largoheshin prej teje. Ibn Kathiri kur e komenton që këtë ajet e nxjerr në shkollë. Njërin e ashpër edhe njërin e vrasht kërkoj se do. Valla nuk e do kërkosh. Kush bërtet non stop? Zban, ban, bërtet këtë të mëdhoja i marr me të keqë çet. Për shembull, ti ashtu ti kështu kritika, largon njerëzit. I vrasht po, sa më larg. X duhet po, kthej krye kur të shoh. Pse poenta është që mos mi lëndu njerëzit. Pejgamberi alayhis salam, ajet kuranori ka shpall. Ti ishe i but edhe kur të sulmojshin, i but edhe kur dëshin të poshtërsu. Mos të folna i but me të but. Ne me të butin na i vrasht, para me do mu kanën, për shembull, me të vrashtin, ne bomi katile atëherë. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla përshkruajti me këtë sesi pejgamberin alayhis salam. Resulullah alayhis salam i udhëzonte ata drejt veprave të mira që i shlin mëkatet. Për shembull, e kena potencuar disa ligjërata, do të thonë që këtë ajet kuranor, po kena me treguar një hadith me këtë ajet kuranor. Transmeton Ibn Mesudi se erdhi një njeri te Muhamedi alayhis salam i tha: "Ja Rasulullah, unë knaqsha me një gruje, para mendone. Unë u knaqsha me një gruje në periferi dikun larg Medinës, ama s'bajsha zina, u knaqsha. Edhe në moment thot, ja ku jam ja Rasulullah, përmbushe gjykimin, edhe përmbushe atë dënimin që lip me meritu une." Edhe pejgamberi alayhis salam, i shka i tha? Valla qëto, valla shumë gabimi madha. Pejgamberi alayhis salam i tha: "Allah i ta kështem lu dhe i sot, as sikur edhe ti t'jam buloj e vetës." Për shembull, mos u bën frajer me thonë, a di kur jam ka njeri unë shaka mbo, shaka kam bo kur jam ka njeri, shaka i bo o për lafsh, ki bo haram, o ti i cili ki dhnu Allah Azza wa Jall, qysh po krenosh me, do më thonë gjunajnë tanë, kur jam ka njeri jo na, kur gjos dini jo, o shaka i bo, s'ki bo zbulim shëndësor, nuk ki bo di shka mu kanë krenari për tyje. Pejgamberi Allah i thot, sikur Allah i ta mloj, sikur ta kshemlu edhe ti vetës, Allah i ta kshte fal, thot falet një gjuna që ti se zbulon. Në momentin që e zbulon edhe krenohesh me gjunajnë, bismillah, një gjuna për gjunajnë edhe një gjuna për krenimin. Respekt maj masë i përgjësin tane. Për këtë arsye, mos u ban frajer me dalë në teren edhe me kallëzu se kush jeti. Do të thonë, mubareki dunjajës, del mi u kallëzu, këtë dunjajës se shka kam bo zina, pun të madhe pas e bo, harami pi haram matë këqie pas e bo, e pas e përli vetën tane. Për këtë arsye, i mshi gjunajë, ki bo, i mshi, bosh pishman, ban pendim, me shprejs të Allah Azza wa Jall, e gjenë Allah Azza wa Jall në qërë shumë karshiteje. Sepse Allah Azza wa Jall thot me një ajet kuranor, innel hasanate yudhhibna as-sayyi'at. Dhon, ti ja ban punë të keqe, ki boni gjuna, ja bashkanxhit punën e mirë, ta fshin Allah i hatri punës mirë, ta fshin punën e keqe. E do të thonë, e si dit dietari i madh, thot, namazet, e shë që e falem ikindijën, e falem në akshamin, njëtsijën, sabahin, drekën, ditë për ditë, apo, thot, namazet për ditore, shka i falem, do thonë, 5 kohë namaz, ti fshin gjunat e tua dë vogla. Se për shembull murxhit, një grupacion, do të thonë që është në umbrellën e Islamit, në aspektin që murxhit i dosene për shembull ne thojna imani është me besim, do të thonë me zemër, me gjuhë, edhe me gjymtyr, ato thonë jo vetëm me zemër, a di. Po s'munësh ti, ç'sh mund të thonë ti je musliman kur ti s'fal 5 kohë namaz? Ç'sh mund të thonë ti je musliman edhe u kam në xhenet kur ti nuk i ban do isharete që ti me të pasur ti për me i muslimane, kupton? S'munësh ti me thonë, valla unë jam muslimani, më i mira ma ti nat për nat shoh në diskotek, po nuk shkon kjo mesele. Baraspesh nuk shkon kjo. E si di kur thot i fal 5 kohë namazit, shumë gjunaje, shka i ban të vogla, do të thonë Allah Azza wa Jall ti fal automatikisht gjatë 5 kohëve të namazit, ndërsa për gjunat e mëdha, zinaja, alkooli, shpifja, gibeti, do gjunaje shka të mëdha, ato lipin pendim, do të thonë të vazhdueshëm. Pendim që dosh më çun 3 natë ose 4 natë ose mi çu duhet më ja kallzu Allahit, do thon kushtet e pendimit që i di çdo njëri prej besimtarëve. E Muhamedi alayhis salam nuk kërkonte detaje për mëkatin, me qëllim për ta mbuluar mëkatarin. Neve me ne kallzu dikush një gjuna, ku e bone, si e bone, me kanë e bone, në sa sati e bone, në cëllën ditë e bone, në filan vendin. Do thon detaj, çfarë gjuna i bone, a mos bone diçka tjetër? Po ti inspektori gjunavi ja.
Mos i spekton domethënë gjuna që dikush mund të bëj vazhdimisht. Se transmeton Ebu Umame derisa porrini me pejgamberin alayhis salatu wasalam, erdhi një njeri në xhami të pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe i tha: "Ja Rasulullah, kam bën një mëkat që më imponohet dënimi." Për shembull, dënim me kam xhek, ato dënimet që janë, domethënë që janë zbatuar kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, thot prandaj zbatojë mbi mua. Muhamedi alayhis salatu wasalam heshti. Masanena erdh koha namazit, u falën. Edhe mas namazit ky njeri, po del pejgamberi alayhis salam, pendik pejgamberi alayhis salam, do thonë ky njeri pendik Resulullah alayhis salam dhe i thot: "Ja Resulullah, apet e meritoj unë dënimin, ma jep dënimin se e kam bënë gjuna." Pastaj apet heshti pejgamberi alayhis salam dhe për strejti kur ja bëni pyetjen, Muhamedi alayhis salam i tha: "Kur dole prej shtëpisë tone, a mora abdes çish dohet?" Thot po. Thot: "A u fale me neve çish dohet?" Po. Thot: "Ta ka falë Allah i gjunoj." Do të thonë, nëse ti do me ditë se çish mundën më falë ditë për ditë gjunat e tua, hajde në namaz. Do të thonë, hajde në namaz, hajde në safat e tona. Edhe mos kërko detaje kur dikush dëvej ti për, do të thonë, ka bëni gjuna e meritoj një dënim të caktuar. Mos e vet çfarë gjunoj, ku e bone, si e bone. Por rrebe çka të intereson ti për gjunën e ujit. Gjuna e ati, foni, nëse t'ja fal Allah, ja jep llogari, se ti llogari, do të thonë ditën e gjykimit. Edhe do të thonë një mësim tjetër për këtë hadith është, kur vjen mia tregu dëni hoxhës dëni gjuna, kjo është një shkollë e madhe vallai. Kur vjen mja tregu dëni hoxhës dëni gjuna, i thu filan hoxhës, hoxha e ka bëu çka gjuna, mos ja kallzo, a di çish marr, a di çfarë kulture li me pas kur t'ja kallzosh një gjuna i tan hoxhës. Thoj hoxha, një shokeme ka bëu çtu një gjuna, do thonë heke barën, do thonë transmetoj që një shokeme ka bëu çtu një gjuna, çka li me bëu çiki shok, për shembull, çish janë, do thonë kushte, çfarë pendimi li me bëu. Mos hajde mi thon as hoxhës se unë e kam bëu çka gjuna hoxhës, edhe hoxha njëra, nesër të këshir thot, çe filani çka ka bëu zina, çe filani çka ka pi alkool, çka ka bëu këtë vepër. Mos hajde asnjëherë, edhe te hoxha me tregu shka, me tregu se unë çështu kam bëu. Jo, mundoju që ta heksh barën pi vetës, ti e merr përgjigje, ne mund shokit ama ti e merr për veti përgjigje. Për këtë arsye, do thonë ky është një mësim që e kena prej hadithit pejgamberit alayhis salam. E Muhamedi alayhis salam ndalon të që me mallku gjuna qartë. Për shembull, transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se e pron një pijan, një dehur para pejgamberit alayhis salam, edhe ai u rreh me kamxhik. Disa derisa po e goditnin, i gjunin edhe me durë mshonin, edhe me papuçe, me kpuci mshonin, edhe thonin Allahut po shtërsoft. Muhamedi alayhis salam i ndali dhe tha: "Mos e ndihmoni shejtanin kundër vllavit juv, por lutnu o Allah, fale o Allah, kim shirë për ta." Për shembull, si mundet njëri me ndihmu shejtanin? A di se ne mujna me ndihmu shejtanin, mi janë gjithë dorë shejtanit, terreni shejtanit, i na t'ia çel terrenin. Për shembull, dietarët e kanë komentuar që këtë pjesë hadithit kanë thënë, shejtani çfarë qëllimi ka te njëri? Me poshtërsu njërin. Për shembull, qëllimi kryesor i shejtanit është me poshtërsu njërin. E çysh njëri para me dore, çysh ne mujna minimu shejtanit këtë rast kur ne poshtërsojna njërin? Qëllimi jo nuk është me poshtërsu dika që ka bëu gjuna. Ne poshtërsojna, do të thonë, gjunojnë, s'kena ne punë me mëkatarin. Çysh ka thënë Imam Shafia, do të thonë, ne nuk dojna me myt, për shembull, atë që ka bëu gjuna. Ne, do të thonë, dojna me myt gjunojnë. Ne nuk kena problem me, do të thonë, gjunaqarin. Ne mujna mi thonë, dalu e heke. Ne, do të thonë, ne prejkna varën që me shnush gjunaqarin edhe me hek gjunojnë. Po standard li me kuptu, do të thonë këto çështje më ndryshe, se shejtani do me të poshtërsu, e çish poshtërson, do të thonë ti të çon me mallku dikan, ti të mallku dikan automatikisht, do të thonë kur ta mallkosh dikan automatikisht, ai më vetë ka vazhduar me gjuna dhe ti ja ke gjithë dorën shejtanit. E ke mallkuar edhe vazhdon duke bëu gjuna. E Muhamedi alayhis salam ndaloi lutjen kundër një mëkatari të caktuar. Për shembull, mos e mallkoni. Pikë që ky hadith është mos mallko. Mos thuj shaka bo filani, nëse është musliman po folna. Do thonë, la'nahullah, ne bëjna për shejtanin edhe për dikan që e sulmon dinin e Allahut. Ama nëse mallkojna dikan që ka bo, çfarë do gjunoj? Do thonë, lene le ta kese gjunojnë për gjëcim para Allahut azza wa jall. Transmeton Omer ibn Hatabi një njeri i quajtur Abdullah, i cili e kishte pseudonimin Hima, e bajke me kesh pejgamberin alayhis salam, dhe e gëzonte pejgamberin alayhis salam. Muhamedi alayhis salam kët Abdullahin e kishte pasërrej me kamxhik për ta sankcionu pse ka pi alkool. Një ditë kur u soll para Muhamedit alayhis salam, dhe përzdyti edhe mas i keshke, ja nisën me mallku duke thonë o Allah mallkoje. Shokët e pejgamberit alayhis salam. Edhe në moment Resulullah alayhis salam thot: mos e mallko atë, sepse pasha Allahun, ai e do Allahun edhe ai e do Muhamedit alayhis salam. Ibn Taymije thot:
Se mundet më keq kuptu që ka hadith me një mas të madhe, se pejgamberi alisam i ka mallkum për gjithësi ato që pinë alkool. Ama shka thot Ibn Taymije? Thot Muhamedi alisam i ka mallkum për gjithësi ato që pinë alkool. Kjo i bje që lejohet me mallkuar qofshin këtë ato që pinë alkool. Ama zguxon me thonë mallkuar qoft filani i biri filani që pi alkool. Nuk e lejon pejgamberi alisam në dhënë këtë rast. Thonë zguxon ti në veçanti me mallku dikan. Mundesh mallkue si fenomen që pijet alkooli, ama s'mundesh mallkue, do të thonë me emër dhe me mbiemër për me korrit njërin. E pastaj këtu e kena një mësim. Do të thonë te kjo pjesa që do të thonë e ngon ti fjalën se pasha Allahun, ai e do Allahun edhe pejgamberin alayhis salam. Para mendon, nëse ne shohim na dikan të bëjë gjuna të madh, ne japna vulën drejt, ai nuk e do as Allahun as pejgamberin. Po kush je me ti? Kush je ti që jep vulën dikujt? Shoku i pejgamberit ka pi alkool edhe ka bu beje që ai e do Allahun edhe pejgamberin. Ama normal e merr sanksionin. Ti s'mundesh mi thon dikujt që ka bënë gjuna të madh, ka gabu. Për shembull, ne di të shizojna gjunat. Këshill me pejgamberi alayhis salam se ne do të thonë të njerëz dina mirëni gjunat. Ne të njerëz gjunajin e parë bëjnë 10-10-in, dytin i dina mi ndruvenat ne. Për shembull e kanë pyet pejgamberin alayhis salam, ja Rasulullah, a mundet një besimtar me bëu zinë? Thot po mundet, thot se e ka jo shejtani dhe bën zinë. Thot ja Rasulullah, thot a mundet një besimtar me pi, do të thonë falni, a mundet një besimtar me vjedh? Thot po mundet një besimtar me vjedh. Thot se e ka jo shejtani varfënia dhe ka vjedh. Po e pyesin thonë ja Rasulullah, një besimtar a lejohet, a mundet me rrejt? Pejgamberi alayhis salam me një transmetim thot jo, se ai i cili rrejn krijes, ai rrejn krijues edhe krijes, do të thonë e rrejn edhe Allahun azza wa jall. Ne kanë zojna gjuna më të madh, atë kështu sinqerisht. Ai shka vjedh, ai shka rrejn. Ne kanë zojna, do të thonë që është gjuna më e madh. Ai që bën zinë, ai që rrejn. Ne gjunojnë se zojna gjuna, do të thonë ne rrejnën, nuk e zojna gjuna. Ka rrejt, po na madhe. Ase ke dunjoja rrejn? Gjunaj madhe është pi gjunaj me matë mëdhoja se çto që i përmena. Me hadith pejgamberit alayhis salam. Do të thonë ne dinam janë ndruvenën, do të thonë gjunave. Për këtë arsye, të mundomi ta kuptojna drejt se nuk guxojna asesi nëse dikush ka bo gjuna ne smujna mi adhon peçatin, mi thon, nuk më na mi adhon vulën që ka kise do Allah. Po si ka ki çave ti zemrën e pa e do Allah as e do Allah. Për këtë arsye ngurohesh edhe ndalësh për mos me akuzu dikan se a e do Allah as e do Allah. Allahu azza wa jall gjykon te ai sipas atij gjunojt. Nëse ka dashur Allah, nëse ka dashur atë pse ka bëu gjuna, mundet më afal edhe me shtin xhenet. Funit ti shaki thon se Allah se fal, Allah ti shtin xhenet. Se s'mundna ne ju përzit mëshira Allahit, kanë fal, kanë se fal. Se si je ti Zot, nuk e kiti atë shiritin me prej se kanë fal Allah, kanë se fal Allah. Nuk jeti ai i cili mundesh me çel derën e xhenetit edhe me mshel derën e xhenemit. Allahu azza wa jall e çel derën edhe e mshel derën kur do jaj edhe për kan do jaj. E për këtë arsye dashur besimtar, Muhamedi alayhis salam ndonjëherë ishte i ashpër me disa mëkatar për një qëllim veç për një qëllim, që mi kallëzu se sa i madha që ki gjunoj. Për shembull, transmeton Usame ibn Zeid, çiki hadith është për ato që para gjykojnë. Para gjykimet pejgamberi alayhis salam ka thonë, para gjykimi me para gjyku për dikan, a është ka i jeti, para gjykimi arrejna më e madhe që e ka njëri. Transmeton Usame ibn Zeid, thot kur një shok i Muhamedit alayhis salam e vret një njeri i cili ishte në luftim me fisin e Hurekas, është një fis, do të thonë në Arabinë Saudite, edhe para mendato janë dy luftim, edhe ai e thot shahadetin, ai që s'është musliman. Edhe në moment do të thonë Usamja e godit edhe e vret. Edhe kthehen te pejgamberi alayhis salam. Edhe në moment ja kallzojnë se si ka ndodhur pejgamberit alayhis salam. Edhe Muhamedi alayhis salam i thot, para mendone, thot a e tha ai shahadetin, dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet posa Allahut. Edhe thot ti e vrajte, thot në këtë rast, thot ti a morë shpirtin, thot çish ki me dalë, ti çish ki me dalë para Allahut. Thot ja Rasulullah, unë e vrajta se e pash që pitutës pe thot. E Muhamedi alayhis salam thot, aja çave gjoksin, e mja pasha kom rejna. U doshur besimtar. Ky hadith ka hala koment tjetër. Thuhet që masaj ka zbrit një ajet, nuk po du me detajzu, do të thonë ma tepër hadithin, po këtu e kena një mësim tjetër. Nuk bojna ne me gjyku njerëzit se për shembull valla çki sa i sinqert. Po ku e di që ai sinqert as ai sinqert? Pisyve pe diktoj. Po çu mund të diktoj njëri pisyve ka rejna asaj. Çu shmon është ti më atë njëri gjyksin,
edhe me pasha ka brenda gjyksit vet. Çish mundesh, a ban ta di? Çish mundesh me ditë njerëzit kur folin, kur komentojnë, kur thojnë ai sen, kur e bëjnë ai punë, ja me kise ka para Allah, ke ka para iman. Çish mundesh me ditë, a ban ta di? Pse do me ngarku vetën tane me gjunahet e Allahit? Pse do me ngarku? A pak kina gjunahe? A pak kina gjunahe që në Allah dojna me ngarku vetën nesër para Allahit, edhe para akuzat që i grabo për njerëzit me dhanë llogaritë Allahja. Po kusha baj burë që mundet veç për një gjunat vetin me dalë para Allahit edhe me dhanë llogari. Para me ndone dalë në edhe për miliona akuzat që ja kena bo njerëzve. Para me do sa njeri në e shajna, para me do, veç mund dalë. Nesër e kina ligjeratën për munafikat. Dhe va thonë, kjo është për mëkatarët, nesër e kina me munafikat. Që aty, hadith e kërcnuse që çdo njëri e gjen vetën. Thonë, kjo është, sinqerisht i thonë vetës, e di? Thonë, kur i lexon çto hadithe, a reflektojnë anë, di çka është shtëpia të ish, nuk paragjykojmë, valla nuk paragjykojmë për kanë, hiç, çka dojnë të bëjnë dunjane. A di, e ka bënë ai vepra, e ka bëu për Allah, e ka bëu. Do të thonë, mundojmë të kish mendim pozitiv të mirë për njerëzit, se për çfarë na bënë si e gërsinda, se dojnë na kërkan. Për çdo njëri kena mendim të keq. Xhamati për hoxhën, hoxha për xhamatin, dietari për nxënësat për dietarin, fëmia për më të madhin, më i madhi për fëmijët. E kena duhet thonë ndryshu trajtën si rezultati i mendimit negativ që e kena. Mendo negativisht, mendo keq për njerëzit, shaj njerëzit, mos e duj kërkan. Po nuk je i krijuar ti me pat mendim negativ për njerëzit. Ai i cili ka mendim të vazhdueshëm negativ për çdo njërin, as për Allahun azza wa jall nuk ka mendim domethënë të mirë. Le të më kriju pak mendim të mirë. Pavarësisht që ndoshta mundesh më apo disa gabime. Mendove pozitivisht. Ne pak me pa të bëhë diçka 100 shpifje. A keni pa kur do diçka të ne? Diçka ndodh 100 muhabete dalin. Qështu, po së shtkon qështu, a di pse del kështu? Se japi njerëz të komente, kur të shif diçka gabim, bano be, thuj me nashta e ka mashtru shejtani, nashta, jo me se pa shmirone. Bano be dë njerë, fajsoj veten, mos i fajsoj krejt njerëzit. Për këtë arsye këto hadithe na mësojnë që mos mja u çot gjyksin njerëzve edhe mja u kshir në jetin. Smujna ne me di çka kanë njerëzit gjyksat e vet. E Muhamedi alayhi salatu sallam u tregonte atyre mbi madhështinë e gjunahit, ashtu që ata të pendoheshin. Për shembull kur e bojna ne zinaja, me tregu për shembull, çish ka më dënu zinaçari, çka më dënu zinaçari, ose ai që ka me pi alkool. Në ahiret ka hadithe, kam hime në kazan të madh, edhe ka më kanë zjarr poshtë, avull tu hip të lart, ja ushim Allah i poshtë. Do thonë, është hadith i gjatë kjo, për alkooli çari, çka më qenë për hajdutin, do thonë, ka transmetime të haditheve që kanë më dënu, do thonë për çdo mëkatar. Ama pejgamberi alayhis salam u akallzoi madhështinë e madhe, jo vetë madhe gjunahin, që para mendo ta bën të madh që ti mu largu. Shokët e pejgamberit alayhis salam, gjunahin e vogël e bajshin të madh. Jo që është i madh gjuna i vogël. Ma ti pse e bajshin të madh? E bajshin të madh që mu largu edhe pi të voglit. Se le të voglit i kena bo, sa problem. Bani një 100, shkon kjo mesele. Transmeton Aisha radiallahu anha, i thash Muhammed alayhis salam, Safia, do thon gruaja tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është kështu edhe ashtu, e përkeshke se si ishte e gat. Çto e kena për gibetin, valla për gibetin, inshallah Allah na e pyet. Ja Rabbi, që ndoshta pas Ramazanit një seri të ligjërata për gibetin. Nuk mundet mu përmbledh gibeti me një hadith. Do thonë, çaq kërcënim se kit bojna gibet. Subhanallah. Janë infektu kit ummeti me gibet. Do thonë, kit boj gibet veç çka e ka mëshiruar Allah azza wa jall. E një të fol edhe thu, jam t'ja po, do thonë gajlën. Në këtë rast, pejgamberi alayhis salam penin Aishën ti thonën, do thonë ti thon kështu ashtu, edhe te përkesh. Thot Muhamedi alayhis salam, ke thonë një fjalë, e ki thonë që këtë fjalë që me bo mja gjujt uj i detit, e kështë bo të hithë. Një fjalë e thjesht. Para më done këtë e këna një mësim. Sot mi thonë dikujt, i të bo gibec, i të përgoju, thot, jo valla, dertë njëm tja kajtës. Ne nuk dina me dalu, shka gibet edhe shka me kajtë dertë. Ne nuk dina me dalu. Ne kena bo zënjone, për shemull, nuk është burë, mi thonë, ftyrë, të shtujie, adi si gratë botë. Kara tjetër, shkon edhe mizevir bot, shkon fol, edhe ato gra që janë bornesha, ja thojnë ftyrë gruja grujës, jo në shpi kur shkojnë për 100 veta ban gibet. Wallahi gibeti mundet me t'i prish këtë verbrat e tua, wallahi billahi. Gibeti mundet këtë verbrat e tua me t'i prish. Përgojim total, vjen xhami mu fal, gibet ban xhami. La hawla wala quwata illa billah, nuk e kupton njeri për çfarë qëllimi ka në xhami. Shkon ti me hang iftar, para iftarit bot dua që me tu pranu doja, njeri ban para iftarit, ban gibet me njerin që do të thonë nuk ka desh me agjeru para Allah e përsen. Transmetohet se Aisha radiallahu anha ka thonë, ai i cili ban gibet
Vallat që ki transmetim është i rënë shumë. Ai i cili ban gibet, duke qenë agjerueshëm, më mirë mos agjeroje. Fjalë e grujës pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ne gibetin e kena lanë përgojimin, bojna përgojim, sidomos gratë. Sidomos gratë, veç Allah i kanë e kam shiru pi grave, e nalë gibetin. Ne kur të nina që bëhet gibet, a di shka lip me bo, e para, lip mja u nalë muhabetin, nëse nuk i takat me nalë muhabetin, i thu bura, une s'jam i mirësartë, në qeket me gjlis, se ju i një të e hidhrua Allah unë azogjen. I tu folë për, do adhon, i t'ja hangë mishin vlajtan. Para me ndo, me folë për dikant, familjes tane, i t'ja hangë mishin, për gjalli. A me folë për dëni hoqë, për dëni djetar, i t'ja hangë mishin e helmu. Ato që shajnë o gjallara. Ato që shajnë o gjallara dhe shpifin për o gjallara, e bojnë gibet për o gjallara. Po s'munët mi pa ju dalë ative në mejdan. A i njëti i keqe e ka pot, nuk munët. Për këtë arsye, duhet thonë, një kujdes të madh për gibetin, një fjalë të gibetit, me marrë mi aqit detit, po thot pejgamberi alayhis salam, mu paska një amal i kështë bot hith, i amal të hith, një fjalë i gibetit. Allah i na falë sa gibet, kina mujtë me bo një jetën tonë. Ja Rabbi, se shumë problem është se ki bo për dikan gibet, në ditën e gjykimit para mendoje, vjen që isha ki bo gibet, thota, ki bo gibet për mu, po. Po tajtë e bjemi kitë se vapët e tua, që i kije, po du mu kompenzua atje, para mendo se eron është. A unë po du mja umësu, se jashtë teme që kjo, po du mja umësu një dua, kush e thot që këtë dua? Ati që i ka hin hak me gibet, me shpifje, me të shajtme, që këtë dua, thot pejgamberi alayhis salam, kush e thot që këtë dua? Ka me lexuar edhe arabisht, është pak e rënë arabisht, po ka me lexuar edhe shqip ta kuptoni kuptimin e ta thuni para se me flet. Thot pejgamberi alayhis salam, kush e thot çka dua, çdo nat para xhumit, me shpresë te Allahu azza wa jall kam ia lehtësu, mi pastru llogarit mes njerëzve që i kanë ditën e gjykimit. Pejgamberi alayhis salam thot: Allahumma innama ana basharun aghdabu kama yaghdabu al-bashar. فأيما مسلم لعنته أو سببته وليس لذلك بشيء فاجعل له ذلك صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة. Me përkthy këtë hadith kështu shqipi bje. O Allah, edhe unë jam njeri. Edhe unë e gaboj nervozona që nervozohen njerëzit. Për shembull, ti nuk fol pi qefit për dikan, po pi nervozës fol për dikan. Thot, nëse i kam bo dikujt gibet, shpifje, edhe ai nuk ka faj. Do të thonë nuk ka faj. Në këtë rast që unë i kam bo shpifje, o Allah, çka dua që e bëj, banja atij si zeçat, si namaz, si afrim te tin ditën e gjykimit. Për këtë arsye, bane çka dua më shpesh. Vetë si kuptim. Do të thonë bane me kuptim që Allahu azza wa jall na lehtësoi ditën e gjykimit se nuk ka më keq, ti ki bëjë miliona se vapen këtë dunjë, kur çka është Allahu azza wa jall, vjen ato që kishan koment me as i profili pa fotografi. Kishaj, me nëse s'ka pa kërkush, t'ka pa ai që e ka krijuar, do të thonë telefonin tani, që i ka kriju këtë njerëzit. Edhe vjen aty në gjykimit thot filani biri filanit ka shahet me rehakin. Filani biri filanit ka kritikuar, as me rehakin. Filani biri filanit ka shpif për ti, as me rehakin. Po disa çef është, për shembull kur ti zban gibet edhe njerëz bojnë gibet për ty. Se valla dy gjykimit këtë ve kemi marrë llogarin, këtë. Hajde një kanë aty, hajde. Ai e guximtar, ai ishte guximtar me shkujt po. Hajde atje ta shohna kush po na i merr një kanë një xhunat neve. E Muhamedi alayhis salam i bojkotonte disa xhunahçar, për shembull, për do xhunahet saktume. Është e njohur historia shumë e gjatë. Historia e tre shokëve të pejgamberit alayhis salam që nuk shkuan, do të thonë, në betejën e Tebukut. Është shumë e gjatë si histori. Unë nuk do ta tregoj sot, inshallah bëjmë ligjërat veçantë për këtë histori. Këtu e kena një send tjetër me tregu. Kur e sheh që dikush nuk pranon, ama nuk pranon gjatë kohë, ti e thirr mu pendu, ti e thirr mira pishman, ti e thirr, drejtojnë rrugt të Allahut azza wa jall, lejohet që me bojkotuar ai shokin tan për një periudhë të caktuar. Për shembull, mi thanën shokit tan, valla një 2-3 muaj s'po duhet pa. Pse se për filan mëkatin si të lan, një 2-3 muaj mos ti shoh syt. Do thonë ta bojkotoje këtë çështje. Stop na selam këtë çështje për një arsye, se ti nuk i të lan alkooli me vëllai, që 20 vjet e pi. Që 20 vjet ti se la alkooli. Që 20 vjet ti nuk e la rrejnën. Kina vetë bojkotuar, 3 muaj s'fol la kërkush. Për shembull ka qenë një orë kohën e pejgamberit alayhis salam, vëllavit s'ka mujt mi dhon selam. Dosti që ka fleç aty pejgamberi alayhis salam ka thonë, "As-selamin zgjozoni mi akthi." As-selamin, edhe selamin s'ka guxuar mi akthi. Pse mi mush nëse gabim të madh keni bë. E për këtë arsye, Muhamedi alayhis salam e mësonte butësisht atë që mëkatonte nga ignoranca. Për shembull, transmeton Muawiya al-Sulami, thotë derisa ishim duke u falë me Muhamedin alayhis salam, njëri nga të nësë ndodhi kësi gabim, po kjo është vetëm si shembulltir për ato njerëzit që gabojnë prej ignorancës, gjahilitit. Janë kanë të falën pejgamberi alayhis salam edhe njëri ka të shtit, edhe kipi janë është javan, yarhamukallah, ama namaz. Edhe të shokët e pejgamberit sa më ja bën me dorë kështu aty. Nalo se nuk folet namaz. Dhe masi usos namazi,
pejgamberi alayhis salam shkoi thot me butësi se e diti se nuk e boni me qëllim gjunoj. Ignorancës nuk e ka ditë, shkoi tha, nuk duhet, domethënë, mu fol, nuk guxon me fol asnjë fjali, përderisa falet namaz është vetëm për madhrim edhe për lexim të Kuranit. E këto kena një mësim. Neve na u ka dik më duket senzori me dallu se kush gabon me qëllim edhe kush gabon pa qëllim. Si na të mujt me dallu se kush gabon me qëllim, dikush gabon me qëllim xhami, di, vjen me bë fitne. Atile me atë rrejë përveshi. Molo çka ime se e dina pse i të bë. Ama ai që gabon pa qëllim për shembull. Dikush sa ka hinë Islam me Allah, do thonë se s'ka fal namaz kur jetën e vet, çka ka nis, Allah e ka udhëzuar, do thonë, ja ka pranu që me qenë ai prej robëve të tij, se Allah i jep leje më kon ston xhami, se nuk është rasti ju qeni ston xhami. Mos menoni s'kam ku shkoj po vin xhami, vallahi billahi jeni të gjithë të Allah qeni në xhami. Edhe për shembull, në moment vjen ai që është në xhami edhe e bën një gabim pa qëllim. Çka ka bëu ky shoku i pejgamberit alayhis salam, mos e kritiko ashpër. Merë me të butë, kallzoja, në xhami nuk folet namaz. Për shembull, para me dole namaz teravijës me foltën e dikush. Për shembull, me thonë njëra Allah, ja prishta namazin e që ta pi xhami. Thonë një kulturë, ne le me kriju kulturë çka ka pat pejgamberi alayhis salam. Unë e di se ju e doni dinin e Allahit. Unë e di se çdo njëri pyet çtu keni dashni të flakt për Allahin e pejgamberit alayhis salam edhe për xhamiat. Ama për më koni përsos në dinin e Allahit, nuk mundesh vetë se duke e mësue, do të thonë duke e mësu prej dinit të Allahit që ka qenë pejgamberi alayhis salam. Nuk mundesh më kon ti musliman i mirë, edhe thon kur gjos di për pejgamberin alayhis salam. Nuk mundesh më kon musliman i mirë. Para mendoni veç një kapitull në atë shpjegoj. Vetëm sjelljen e pejgamberit alayhis salam. Po ndoshta Allah azza wa jalla na hapë ymër të shpjegojnë shumë pjesë tjera, do të thonë tjetës pejgamberit alayhis salam. Muhamedi alayhis salam e largonte të keqen me dorën e vet. Për shembull, para ato burra që bojnë zllato, artan. Do të thonë altan, do të thonë që bojnë njerëzit ari, ki pa do burra në qafë. Burri i madh bën altan. Para më të hadithi. Transmeton Abdullah ibn Abbasi ku thot Muhamedi alayhis salam kur e pa një burr që ishte tu e majt një unas të arit, të altanit, ishte tu e majt një unas të altanit në gishtin e vet, ja mori edhe ja heki pi dorës vet edhe ja fugi për tokë, thot pastaj tha, "Shka është me dikam prej juve?" Se këshire emër se ka përmend. "Shka me dikam prej juve?" Thot që e merr një gat zjarmit edhe e vendos në dorën e atij. Për shembull, altani, ari është zbukurim për gratë, nuk është për burrat zbukurim. Për burrin zbukurim a mjeka, ka metoda tjera. Ai i cili mba altan, ari, gishtin e vet, në qafën e vet, në dorën e vet, Allah azza wa jall, ja kam ia bu që kam ia shkrin dorën e vet, pi zjarmit xhehenemit kam ia shkrinje, do të thonë kanë çat altan që e kanë dorën e vet ose qafën e vet. Është haram pik me majt altan qafën tane. Do të thonë nuk guxon me majt burrive. Altanin Allah azza wa jall e ka lënë për gratë bukurim, se ka lënë për burrat. Disa për shembull janë ignorantë, shkujdes, por çdo nuk e di. Ata të cilët tash e ngojnë spari herë, le ta dinë se altani është haram, lip me hek. Pejgamberi alayhis salam lejonte që më ja marr dikujt prej dorën mi thon, "Ki frikë Allah, mos e maj." Elhamdulillah, kena argjent, që argjenti lejohet me majt. Po ne man gishtin tani ju noset, unë nuk lejohet altani, as se si më majt. Dhe për këtë arsye Muhamedi alayhis salam shpesh thoshte kur këshillonte, se ne kena merak me përmend emna. Çka gjunojnë? Ai e ka bu. Kështu ka thot pejgamberi alayhis salam. Transmeton Aisha radiallahu anha, nëse lajmi vinte, do të thonë te pejgamberi alayhis salam se dikush ka bu diçka, pejgamberi alayhis salam nuk theke shka punave me filanin stu, shka të bon mahall, shka puna me filanin e birit filanit, nuk theke kështu asnjëherë. Theke shka puna me disa njerëzi, pa përmeni emra, mos përmeni emra në gjunohe, mos përmeni emra. Ne hoxhallart vallahi nuk kena problem, nuk kena ne hoxhallart problem me emra. Nuk më intereson në mu se shka bën filani me emër, mu më intereson fenomeni gabim, na intereson gjunahi. Vallahi çdo njërin e dojna barabart, vallahi çdo njërin e dojna me dashni për Allah. S'kena problem me asnjë prej xhamarlive që e beson Allahin dhe pejgamberin alayhis salam. Ne kena problem me dikan që e ndihmon krimin, ne kena problem me dikan që e ndihmon zullumçarin, ne kena problem me dikan që e përkran zullumçarin, ne kena problem me ata të cilët do thonë e çelin terreni për disa me bë punë haram, për punë të shëmtuar. Ne s'kena problem me kërkan që e beson Allahin dhe pejgamberin alayhis salam. Vallahi kërkujna nuk i fuk na fjalë. Pasha madhrin Allah, për asë njëri se kena mi gjujt fjallë. Për shembull, që e mu ma fugi fjallën. Jo valla, ne e prejkna varën, me tashtosh varën. Do më thonë, ne nuk kena problem. A i cili pastaj e le haramin, do shta but ma jafërt i hoxhallarve për arsye që e ka lanë një haram të madhë.
Për këtë arsye, mos ta kuptojnë ashtu se ne nuk potencojnë asnjëherë emra. Po vesh ka voni filani. Jo valla, se kam për këtë kanë ndërsin. Nëse e ki mizën në kapuç, koft për hajër që e ki marrë ligjëratën. Ama për ty se kam, nuk kam qëllim për asnjëri. Do të thonë asnjë hoç. Këtë e thamë me përgjithësi, nuk ka asnjë hoç qëllim që ti kanë ta lëndojë. Ne kena qëllim që ta përmisojna xhamatin vazhdimisht për dukurive negative. Se më duket ne jena vetëm që folna për kundër dukurive negative. Do të thonë hoxhallarët folin vazhdimisht kundër hajnijes, kundër alkoolit, kundër drogës, kundër punëve të këqija, kundër çajtëve, do pro tolerancës, pro të mirës, pro njerëzve më janë gjithë dorën. Veç hoxhallarët folin. Nëse kishte më pa dikush meritor që limu paguajt prej shtetit që më kanë ne. Non stop mundohemi mi këshillu njerëz për ka hajri, edhe mi thirrën do të thonë për ka hajri dhe mi largu pika e keqja. E dashur vëllezër besimtar, Ibn Qayyim i thot për këtë hadith, thot do të thonë pejgamberi alayhis salam nuk pëlqente asnjëherë me potencu do të thonë emrat njerëzve. E Muhamedi alayhis salam, këto janë dy pikat e fundit me lehtë Allahu azza wa jall, ndonjëherë e dënonte një mëkatar duke mos ia fal xhenazën. Shumë dënim i madh as mos ia fal dikujt xhenazën. Do të thonë shumë dënim i madh. Ama nuk e ka bëu pejgamberi alayhis salam. Se ne nuk kirani, për shembull tani, diçka thëna, lip mi alon dikujt xhenazën për mi vor. Elhamdulillah tani nuk i lajm. Ama pse pejgamberi alayhis salam ka lënë xhenazën për mi vor? Transmeton Xhabir ibn Samura, thot e ka ploj njanin smundja, thot edhe tafmit e tij janë nisë me vajtu. Hala pa dek vajtojshin. Me vajtu. Kallzom që vajtimi është haram. Erdhi një njeri, do thotë te pejgamberi alayhis salam dhe i tha, ka vdek, thot filani. Thot ka ditë, thot vajtojshin njerëz, jo thot s'ka dek. Thot s'ka dek pejgamberi alayhis salam, ali pse vajtoj? Shkon ky njeri. Për zyti vjen një çështë situata, do thon, ka vdek, pika e ditë, thot vajtojshin hala. Thot jo s'ka dek hala. Mos ale bashkëshorta e të sëmurit i thali kojshies. I tha shko te Muhamedit alayhis salam dhe informoje. E tash pse më informu? Thot ai e pa, do thon kojshia e pa, duke bë vetvrasje, do thon me një shigjet. Boni vetvrasje. Dhe shkoi te pejgamberi alayhis salam dhe i tha se ka vdek, thot. Pika e ditë thot e pash me sytë e mi, thot duke e vrarë veten me shigjet. Thot a e pove për një me? Thot po e pash. Thot pejgamberi alayhis salam nuk kena mja fal namazin e xhenazës. Pse pejgamberi alayhis salam si e komentoi dietar këtë hadith? Po shau si e komentoi. E para, disa prej tyre thonë mendimi më i lehtë. Thojt udhëheci, se pejgamberi sa ka qenë udhëhec, udhëheci nuk lejohet mja fal xhenazën atij i cili ka bërë vetvrasje. Për shembull, raisul ulema jatene nuk lejohet mja fal xhenazën dikujt i cili ka bërë vetvrasje. E para, e dyta, disa thojnë, më ekstrem të tjerë, thojnë, nuk guxon atij që ka bërë vetvrasje, hiç mi fal xhenazën. Mendimi i tretë, thojnë, disa tjerë thojnë, duhet mi afal xhenazën pasi çdo njeri, për shembull, duhet mi afal xhenazën, edhe atij që ka bërë vetvrasje, nëse e ka fal namazin i kthim kaçabja. Do të thonë, ato që janë me neve në saf, që e ka fal namazin në saf dhe kthi kaçabja, thotë lip mi afal, do të thonë xhenazën. E ky është mendim për shembull i shumicës dietarëve që lip mi afal, do të thonë atij që ka bërë vetvrasje xhenazën, ama ne nxjerrna një kuptim tjetër tash. Do këtë kuptim jashtë tyve të trijave. Pse pejgamberi alayhis salam nuk ia fali xhenazën këtyre që bëri vetvrasje? Pse? A ka ndonjëri këtu t'japna fjalën? Edhe ti thojna e keni hedhje kush e cillon. Pse pejgamberi alayhis salam nuk ia fali xhenazën çti sahabijët? A dini pse? Pejgamberi alayhis salam nuk ia fali xhenazën që ti mushen men tjertë. Kush do me vetvra veten, ta dini se xhenazën s'ja u falna, se punë e rona. Para mendo me vdekun edhe mos ma fal xhenazën. La haula wala quwwata illa billah. Do thonë është punë shumë e rëndë, kjo mos me ta fal xhenazën. E për këtë arsye pejgamberi alayhis salam e bojkotoi, si pejgamberi alayhis salam, do thonë si pejgamberi i Allahut, nuk ja fali xhenazën që ti mushen men njerëz të tjerë mos bani vetvrasje kundër vetvrasjes. E për këtë arsye mandej u sensibilizu popullata e pejgamberit alayhis salam, edhe për fund e kena dashur besimtar, Muhamedi alayhis salam ishte çdo herë i mëshirshëm për mëkatarët, edhe Muhamedi alayhis salam ishte këshillues, ishte i sinqert, i dhëmshëm, edhe ne prej kësaj ligjëratës ne më mësu veten tonë se çysh lip me qenë ne karshi atyve mëkatarëve që gabojnë vazhdimisht, do të thonë edhe çysh lip me pat në sjelljen tonë karshi atyve që ndoshta bojnë edhe gjunaje të mëdha. Unë lutem Allahun azza wa jall, që Allahu azza wa jall të na mundson që të jena të butë edhe të dhëmshëm karshi atyve që gabojnë, do të thonë vazhdimisht, duke e lut Allahun azza wa jall që Allahu na përmirëson aty ku jena gabim dhe duke lut Allahun azza wa jall që këto në të mëdha Allahu azza wa jall të na pranon adhurimet tona.